shkruan Gjergj Zefi. Ka momente në politikën ndërkombëtare kur fuqia nuk matet me numrin e aeroplan mbajtësve apo raketave, por me mungesën e alternativave. Pikërisht në këtë pikë duket se ka mbritur administrata Trump në përballjen me Iranin. Pas muajsh për shkallëzimi, goditjesh ushtarake dhe negociatash të dështuara, presidenti amerikan nuk e ka më luksin të zgjedh. Ai gjendet mes disa opsioneve të këqija. Një ofensivë më e madhe ushtarake mund të dëmtojë më tej infrastrukturën iraniane, por vështirë se do ta detyrojë Teheranin të dorëzohet. Përkundrazi do të rriste rrezikun që konflikti të përfshijë të gjithë gjirin persik, me pasoja të drejtpërdrejta për tregjet globale të energjisë dhe ekonomin botërore. Nga ana tjetër, tërheqja ose pranimi i një kompromisi do të interpretohej nga kundërshtarët e Trumpit se strategjia e presionit maksimal nuk arriti objektivin kryesor, ndryshimin e sjelljes së Iranit. Ekziston edhe një rrugë e tretë, vazhdimi i goditjeve të kufizuara, sanksioneve dhe presionit diplomatik, por kjo nuk është zgjidhja, është vetëm administrimi i krizës. Historia e lindjes së mesme tregon se konfliktet e ngrira kanë aftësinë të shpërthejnë pikërisht kur duken nën kontroll. Kjo është arsyeja pse ngushtica e Hormuzit mbetet pika më e rrezikshme në hartën globale. Nuk është vetëm një korridor detar, është leva strategjike e Iranit. Teherani nuk ka nevojë të fitojë një luftë konvencionale me SHBA-t, mjafton të mbajtë hapur kërcënimin se mund të trazojë rrjedhën e naftës botërore. Çdo incident në atë ngushticë prodhon pasoja shumë të mëdha se sa vetë përplasja ushtarake. Për Trumpin problemi nuk është vetëm Irani, është koha. Çdo javë pa një zgjidhje e konsumon politikisht një president që premtoi se do të mbyllte konfliktet e lindjes së mesme, jo se do të përfshihej në një tjetër. Për aleatët europian dilema është po aq e ndërlikuar, ata nuk mund braktisin SHBA-t, por as nuk kanë interes të shohin një luftë të re që do të godiste ekonominë e tyre me energji më të shtrenjtë, inflacion dhe pasiguri strategjike. Në Ballkan kriza mund të duket e largët, por pasojat janë shumë pranë. Shqipëria si anëtare e NATO-s do të mbështesë çdo vendim të aleancës, megjithatë ndikimi real do të ndihet në ekonomi, në tregjet e energjisë dhe në klimën e përgjithshme të sigurisë europiane. Paradoksi është i qartë, shteti më i fuqishëm në botë nuk po përballet me mungesë force, por me mungesë zgjedhjesh, dhe kjo është arsyeja pse situata në Iran është bërë kaq e rrezikshme. Jo sepse dikush po fiton, por sepse askush nuk di si të dalë prej saj pa paguar një çmim të lartë. Në diplomaci momentet më të rrezikshme nuk janë ato kur palët kërkojnë luftë, janë ato kur asnjëra palë nuk gjen një rrugë të pranueshme drejt paqes.